Të nderuar xhamatli, jemi në prag të hyrjes së muajit të madh të Allahu xhel xelaluhu, muajit të Ramazanit, ku e lutem Zotin ton xhel xelalu që Allahu na mundson me hyrë në këtë muaj, duke qenë me shëndet, duke qenë me iman, duke lutur Allahun te bareke ve taala që Zoti jon xhel xelaluhu na ban prej atyre që na mëshiron dhe na fal gjunahet tona. Allahumma amin. Cilat janë porosit hyrëse në Ramazan? Të nderuar xhamatli, folëm diçka rreth rëndësisë dhe përgatitjes konkrete dhe një shembull të se ne kanë sjell dietarët mbi muajin e Ramazanit. Thamë se krejt ne paraforsisht kemi dëgju për Ramazanin, kemi jetu me Ramazana, dim hadithe dhe dim ajete, apo disa gjëra i kemi mësuar dhe përmendsh hoxhallar dhe xhamatli. Mirë po, a e kemi tërkalu testin? Kjo është pyetja më serioze. Andaj çdo Ramazan Zoti jon te bareke ve teala na fut neve në test. Sicili prej neve teston vetveten. Me çka e teston vetveten? E teston me raportin e vet me Zotin e vet xhel xelaluhu. Andaj neve si insan mos mendojmë se i kemi agjëruar disa Ramazana dhe kemi fitu imunitet dhe njohuri të mjaftueshme që çdo Ramazan na me ditë si me e kaluar. Jo. Njeriu është qenie e cila evolon, pjekët. Ti si 10 vjeçar e ke pa në botën ndryshe, sot si 40 ndryshe e shef. Njëtin objekt, njëtin mahall të shtëpia kur i ke pa 10 vjet, ndryshe e ke pa sot që i ki 50 është ndryshe. Çka ka ndodhur? Mahalla e njëjtë, ti ke ndryshuar. Apo ti e pjek dhe e sheh. Topin çka lun 5 vjeçari është ndryshe dhe kur ti ban 70 është ndryshe. Pse? Është i njëjti top, ti ke ndryshuar. Atëherë njeriu pjekët. Njeriu kalon në faza të cilat Allahu xhel xelalu e ka thujt e shuddehu. Mënin me një fazë ku Allahu xhel ja paraqet gjëra të qarta. E në ahiret do të jenë edhe më të qarta. Bale këtë krahasim sikur që 10 vjeçari me 60 që ndryshon, në ahiret do të ketë ndryshime të mëdha. Andaj Ramazani nuk është ne e dim çka Ramazani. Këtë bashkërisht kemi nevojë me rifresku vetveten dhe me bë plan strategjik si me e kalu këtë Ramazan. Andaj e përmendëm se prej pikave të Ramazanit cila është me di çka kërkon. A je bo konkurent për me hinë xhenet ajo? A e ki këtë çështje nafile, a e ki jetë vdekje? Nëse njëri për neve lajmërohet, Zoti shërof gjithë të sëmurët e muslimanëve, qoftë me kancer, qoftë i verbër, qoftë i shurdhër, qoftë i paralizum, Zoti na ruaj. Dhe lajmëron dikush se filan mjeku ka mundësi djalin tan apo ti apo dikant të afër me ta shëruar. Po merrem mangat vetën apo djalin, e cila është raporti më i kapshëm dhe më i ngjeshëm. Filan mjeku ta shëron. Nëse i verbër ja bie shikimin, nëse ka një smujë tron, ja largon smujën. Si e prat atë mjek? Si e sheh atë mjek? Si e sheh atë njeri i cili t'i jep të hollat për me pagujt atë mjek? Me sa madhështi e sheh? Me çfarë emocioni e sheh? Çuçi e priti ata? Apo sa mangat që ti e ki këtë smutin, aq më shumë më të madh është mjekun, apo? E na a e kemi seriozisht me pështu pi xhenemit, a e kemi muhabet? A e kemi seriozisht me pështu, a e kemi muhabet? E Muhamedi alayhi salatu wassalam i edukoi një gjenerat, një brez sahabëve që e kishin marrë këtë punë shumë serioze. Andaj tha sallallahu alaihi wasallam, me pa ju çka kum pa unë, s'kesh një kur. Një të pa me xhenemit, me pa njeri kur nuk kesh. Reflekton xhenemit aja hek të kesh më kur. S'kesh, pse s'kesh? Andaj pejgamberi alayhi salatu wassalam për cilësitë që e ka pas nuk ka qesh me zot. Ka buçesh vetëm. Ka buçesh. Pse? Sepse ai ka pa diçka që s'ja le. Keni pa njëri për shembull, keni pa njëri që ka përjetuar luftra, ka pa vrasje, apo disa jesin me tmeta, kur s'bëhet njëri më ai. Po disa tjerë çka bën, reflekton taj çka ka pa ai. Apo keni pa njëri kur e shën një ndeshje të vogël. Me orë të tëra së mbahet rahat të shtëpia, pse? Thotë po mdel ajo skena për para, apo me pa xhenemin e Zotit xhel xelalu. Apo me pas pa xhenetin. Andaj pejgamberi alayhis salam çfarë tha? Tha kur e krijoi Allahu xhel xelaluhu xhenetin, Jibraili e veti tha ja Rabb, por kana që kjo? Tha por optemi musliman. Kur e krijoi xhenemin, tha o Zot, për kana është kjo? Tha për rob të mi pa besimtar. Çfarë tha?
Kur e krijoi xhenetin Allahu xhelle xhelalu i tha por robët e mi. I tha Xhibraili, ja rab, s'ka me met dikush pa me dash me një qëto. Apo s'ka me met, s'besoj që dikush kur ta shohë që këtë vend. Apo s'ka me met dikush pa i këto. Atëherë Allahu xhelalu e bani një hap, e rrethoi me vështirësia. Atëherë Xhibrili tha, ja rab, o Zot, a do të hihet dikush këtu? Apo e xhenemin e rrethoi Allahu xhelalu me epshe. Xhenemin, zjarmin e Allahut e rrethoi me epshe. Andaj për me shku në xhenem nuk duhesh mosikletar. Veç drejt shkon çish ta morë menja, veç i plotson këtë çejfët drejt në xhenem, Zoti na ruaj i xhenemit. Andaj pika që duhesh me da këtë Ramazan, a doj me një xhenet për një ajo? Duhet me shiku këta. Dhe thash krahaso Allahu ka dhënë shumë prej shembujve. Sikur njëri i smut, çish do në mu shëruaj. Shembullin që e sjellëm djemt e Jakubit me Jakubin. Muaji i Ramazan është si Jusufi me djemt e Jakubit. Ai ka pas 12 djem. Pitën e Jusufi, Ramazani Allahu xhelle xhelalu është më i dashurit e Zotit. Shumë e don Allahu te bareke ve taala. Dhe për këtë dashuri Allahu dhe kosmosin e ndron. Krejt universin ban ndryshime të mëdha Zoti jon te bareke ve taala. Melaçet kanë punë të madhe në Ramazan. Sepse ju vijnë detyra. Ha? Lejletul Qadr, pse është Lejletul Qadr? Masa morin. I mbledh Allahu xhelalu melaçet dhe ju jap detyra. Për një vit çdo detyrë i keni. A mund të pranojnë si pranojnë ato detyra? E mdoja. Andaj Allahu këtë muaj e do shumë. Kjo test për neve, a e dojnë anë që ka e do Zotit te bareke ve teala. E dyta, Jusufi ishte më i dashuri, më i miri, më i bukuri. Andaj Ramazani i ngjan Jusufi shumë. Në raport me vëllezërit e tij. Është më i miri, më i këndshëm. Përfitojnë prej tij dhe të tjerë. Apo andaj ata shekshin vllazërit e vet, megjithatë kur kërkuan sadaka, çfarë bë? Ju dha. Andaj Ramazani i ngjan kësajna. Jemi na e kemi mbush trajcën me gjunahe. Në Ramazan veç mi thonë Allahu xhelalu ala, o Zot, a ban me mu fal për këtë në ta fal Allahu xhelalu ala. Ibn Jauzi vazhdon dhe thot shikoj një moment shumë të rëndësishëm te Jakubi me Jusufin dhe me djemtë e tina. E pastaj krahasoj me Ramazanin. Kur vërbue Jakubi 11 djemi kish ngat. Ato punojshin, jetojshin, ishin ato të pashëm, ato të ishin të mirë. Në kuptimin raport me babën. Ato babës kur gja nuk i bajshin kuptimin fizik, ja kësoshin këtë punë. Apo megjithatë thot Ibn Jauzi, aroma, era, puna, afërsia, prekja e dorës 11 djendve nuk e bani që Jakubin mi arë shikimi. Thot ndërsa nuk u dasht as Jusufi me ardh për mi u këthi shikimi, veç këmisha, era. Kështu është Ramazani me besimtari. Veç e erën kur janë in, thot, dishka të ndruhe, dishka të ndryshue. Anda, ku të hinë Ramazani, parëm në kur atakue Jusufi me Jakubin, që ka ndodhë? Kharru lehu sujjada. Këtë sejtë dhe i ka ra edhe pse ata a i kam pas shëriat lejume sejtë, nëse kenet lejume, por për i madhështis të madhe kur ataku baba me birin. Apo, Allahu xhelle xhelalu ja ka leju atë në miras sejtë njëri të përshëndetje. E kanë përshëndet në madhështi Jusufin a.s. Pse? Sepse ka qenë prej të mirave të Zotit xhelle xhelalu dhe pozitës që e ka dhënë Allahu te bareke ve teala Jusufit. A e ninën a këtë arom? Sa verbëria, sa gjunaj, sa krimi, sa bërlok zemra është bëhe 11 muaj, sa shikimi haram. Sa shikimi haram. Sot në telefon të i vetë sa shikon haram Zotin arrujt dhe i rujshëshin e muslimanve. Në Ramazan e ki mundësien menit kalumet Ramazanit me tarë shikimi. Andaj duhet këtë Ramazan me e shfrytzu në maksimumin e tira. E lusfi Allahun te bareke ve teala që Allahut na jep vullnet me e shfrytzu këtë Ramazan. Na jep Allahu xhelle xhelalu shëndet dhe iman.